PDK-s DAK-s, sepse edhe numrat aktualisht flasin që të njëjtat edhe po të bëhen bashk e kanë të pamundur krijimin e institucioneve. Nga ana tjetër vetëvendosjes nuk i ngutet kjo punë sepse ka mjaftuar numra që të veprojë edhe vet, sikurse në situatën e dhjetorit të këtij viti, të zgjedhjeve të vitit kaluar faktikisht dhe krijimit të institucioneve në shkurt, dhe nëse krahasojmë këto dy situata, për mua çfarë po ndodh aktualisht është çdo gjë e pritshme në rrethana aktuale çu ndodhemi. Tash nga nesër pozicioni besoj që mund ndryshoj me certifikimin e rezultateve. Janë 30 ditë afat nga ai moment kur ushtruesja e detyrës Albela Haxhiu do të thras seancën konstitutive të kuvendit. Pra mund ta shfrytëzoj këtë 30 ditë që deri në fund, që potencialisht i bie data 8 gusht ose 9 gusht që thirret seanca, apo të thirret më njëherë pas disa ditësh, siç ka ndodhur në situatën e dhjetorit kur pas certifikimit Atkovi ose Osmani e thirrri seancën brenda një javësh. Dhe unë pres se kjo të ndodh shpejt, sepse në situatën të cilën jemi, besoj që vetëvendosje dhe i bindur jam që do të veprojë njëjtë, sikurse në dhjetor me këta 62 numra krahasimisht me situatën e zgjedhjeve të kaluara do të bëj qeveri vet. Pra ne do të kemi brenda ditës unë besoj edhe kryetarin e kuvendit, edhe qeverinë dhe tek pastaj nga ai moment do të fillojë kush me kë? 60 ditë që vet është janë 62 numra me minoritete dhe vazhdon tutje të veproj. Kështu e pres të paktën të bëj zoti Kurti, sepse në matematikat e tjera nëse tentohet shkohet më tutje, atëherë po planifikohet për zgjedhjet e reja në dhjetor, çka unë nuk pres. Sa radhën nga Kurti, pra pres një veprim të njëjtë politik siç ka ndodhur në dhjetor, të votohet kryetari i kuvendit, të votohet qeveria e re me ata 62 numra, sepse krahasimisht nuk ka ndonjë dallim me 65, 66, 62, kështu që në esencë kur janë 61 numra, ai ka mjaftueshëm numra që të shkohet paktën në votim të qeverisë. Dhe prej aty